Perimet dhe frutat janë rritur sërish në çmime në tregjet e Pakicës në qytet. Për domatet, kastravecat si dhe një grup zarzavatesh të tjera, kryesisht nga importi, çmimet janë shtrenjtuar me rreth 20%. Vetëm domatet që vijnë nga Greqia kanë arritur deri në 400 lek për kilogram në tregjet me Pakicë. Qytetarët konsumatorë çdo ditë më tepër konfirmojnë se tashmë po marrin më pak, pasi janë mësuar me çmimet e larta. Zarzavatet sipas tyre janë rritur me shumicë, ndërkohë sipas ekspertëve aktualisht ndodhemi përballë një rritje më shumë abuzive të çmimeve, sesa një shtrenjtimi të justifikuar nga rritja e çmimit të naftës në vend. Prej gati 2-3 javësh ka një rritje të frikshme nëse flasim për frutat dhe perimet, por edhe për produktet tjera. Ekspertët thonë se kemi të bëjmë me një fenomen abuziv. Shumica e perimeve sot janë nga importi, kryesisht nga Greqia ose Turqia, e që nuk ndikohen nga konflikti në Iran apo nga bllokimi i ngushtisë së Hormuzit. Por ajo që vëret sipas ekspertëve është se tregtarët në vend abuzojnë gjithnjë me zinxhirin e tregtimit. Ndërsa për çmimet e produkteve vendase që pritet të dalin së shpejti në treg, rritja konsiderohet më justifikuar sipas ekspertëve. Ata thonë se nga ana tjetër kemi prodhimi vendas që sapo ka nisur e që realisht ka kosto shumë të lartë. Çmimet sipas tyre me shumicë variojnë nga 200 deri në 350 lek në varësi të produktit. E në këtë rast nuk mund të flasim për abuzim, pasi prodhimi në sera është përmbytur dhe dëmtuar 2 herë e pritet që prodhimi vendas të jetë më i ulët këtë vit. Po ashtu edhe prodhimet e majit dhe të qershorit do të ndikohen nga çmimet aktuale të inputeve bujqësore. Në këtë situatë, ndërsa qytetarët konsumatorë përballen çdo ditë me çmime gjithnjë më të larta në treg, ekspertët në vend kërkojnë më shumë kontroll dhe transparencë në zinxhirin e furnizimit për të shmangur abuzimet.